Faleminderit shumë që jeni përgjigj thirrjes time për të patur një komunikim të hapur me ju sot, një komunikim transparent në lidhje me një çështje të ndjeshme, e cila ka tejkaluar edhe kufit e institucionit të arsimit lartë Universiteti i Shkodrës Luiz Garakuqi, çështja e zgjedhjes së administratorit të USH-s. Më lejoni të them që në krye të herës që në qershor të 2024-s, në projektin tim për zhvillimin e këtij institucioni, unë kam folur për tradit, transparencë dhe transformim. Jam sot para jush në emër të së dytës, pra të transparencës, për të komunikuar nëpërmjet jush në mënyrë transparente, të drejtë për drejtë, të hapur dhe të shumë të sinqertë, me qytetarët e Shkodrës, me Shkodrën, me prindërit e studentëve, me studentët e këtij universiteti, me pedagogët dhe administratën, lidhur me vendimin e bordit të administrimit të datës 2, i cili votoi një prej kandidatëve për administrator të USH-s. Së pari, dua të bëj me dije edhe një herë komunitetit të studentëve, pedagogëve, administratës, Shkodrës, prindërit që kanë besuar në këtë institucion dhe kanë sjell fëmijët e tyre për të bërë pjesë e këtij institucioni, që mbledhja e datës 2 ka qenë mbyllur për mediat dhe për publikun me vendimin e bordit të administrimit në mënyrë unanime, jo me vendimin e rektorit, sepse rektori nuk ka tagër në një mbledhje të bordit të administrimit. Rektori merr pjesë në mbledhjen e bordit mbi bazën e statutit, neni 28.12, shpreh opinionit, mendimet e veta, por nuk ka të drejtë vote. Bordi i administrimit përbëhet nga 7 antar, 3 prej të cilëve votohen nga senati për të ardhur në bord, dhe 4 janë përfaqësues të ministrisë. Dhe vendimi që mediat dhe publikut mos ishin pranishëm është marrë nga bordi i administrimit. Unë kam qenë dhe jam gjithnjë, siç e dini, për të pas mbledhje të hapura. Dhe i kam kërkuar ditë bordit që pikërisht jenë të hapur, pra ndaj mediave dhe ndaj publikut që dëshironte të ishte pjesëmarrës në mbledhjen e bordit të administrimit. Së dyti, siç mund të jetë raportuar në ndonjë media, edhe pse në mënyrë krejt të izoluar, rektori i universitetit, i cili është në të njëjtën kohë dhe kryetari i senatit, ka kundërshtuar me argumente ligjore, mbështetur në moralitetin, në etikën dhe në integritetin akademik të institucionit, në mënyrë të vazhdueshme procedurën që ka ndjek bordi i administrimit dhe përfundimisht edhe kandidatin e votuar prej tyre në atë mbledhje, por i cili do të vijojë pastaj të ndjekë dhe procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore. Qëndrimi jem ka qenë i qartë, është i qartë dhe do të jetë i qartë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore për shkeljen që bordi i administrimit ka bërë të ligjit 80/2015 dhe të statutit dhe të vetë kritereve dhe dokumentacionit të vendosura nga bordi i administrimit për zgjedhjen e administratorit. Çfarë do të them me të? Me të do të them që bordi i administrimit, kur ka përpiluar dhe ka miratuar kriteret dhe dokumentacionin për të dërguar në APP, në kriteret e përgjithshme, në pikën 4, ka vendosur në mënyrë të qartë që kandidati apo kandidatet pra të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë, me një vendim nga gjykata pra për kryen e një krimi. Pra vetë bordi i administrimit në të dy rastet, edhe në rastin e parë, pra në periudhën e 4 mujorin e fundit të 2025-s, kur patnis procedura për zgjedhjen e administratorit, një prej kandidatëve, i cili edhe pse u listua i pari nga dosja dhe nga intervista, bordi me të drejtë, një kandidat potencial pra për të qenë administrator,
i cili edhe herë thash kryesonte me pikë në raport me kandidatë tjerë, bordi e përjashtoi atë dhe siç ju e dini, faza e parë përfundoi pa fitues. E njëjta procedurë është ndjekur edhe kur bordi pas dështimit të përpjekjes së parë riholli kriteret dhe dokumentacionin për zgjedhjen e administratorit. Në këtë mbledhje, e cila ka zgjatur rreth 5 orë, unë jam përpjekur të jem shumë argumentues dhe të flas hapur me anëtarët e bordit për rëndësinë e institucionit të administratorit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi. Duhet të kemi diçka të qartë që administratori i një IAL-je, pra institucionit arsimit lartë, siç është universiteti, nuk është dikush që merret me tulla, me klasa apo me roje vetëm. Administratori i universitetit administron fondet të kërkimit shkencor, administratori i universitetit merret me projekte evropiane, kështu që në këtë kuptim edhe për administratorin kërkohen shprehi pune, kërkohet një gjykim i shnosh, kërkohet një kompetencë e madhe profesionale, ekonomike, financiare, juridike, kështu me radhë, pa diskutim që dhe shprehi gjuhe në mënyrë që të administrohen këto fonde në mënyrë sa më të drejtë. Me fjalë të tjera, një institucion serioz duhet që përveç titullarit të institucionit që është rektori, të ketë një administrator dinjitos dhe të aftë dhe të di të administrojë gjithçka që unë thash më sipër. Madje në mbledhjen e bordit, në mënyrë fare të qartë dhe transparente, por siç më pas edhe disa media serioze i kanë bërë të qarta dhe i kanë publikuar pyetjet që unë ja kam drejtuar bordit, sepse një kopje të këtyre pyetjeve unë atë ditë ja kam vendosur para çdo anëtari të bordit. Ne kemi qenë shumë të qartë dhe unë natyrisht sepse unë përfaqësoj edhe senatin, përfaqësoj trupin mësimdhënëse, administratën dhe studentët, kam drejtuar disa pyetje themelore për të orientuar bordin për të shku drejt një vendimi në përputhje me ligjin, por duke respektuar dhe moralitetin, etikën e institucionit dhe integritetin akademik. Unë do të nënvizoj këtu me ju vetëm 2 prej tyre, sepse natyrisht kam edhe kopje të tjera dhe ju mund t'i keni këto në dispozicion, por pyetja parë që unë jam drejtuar bordit ka qenë: si e justifikoni faktin që për të njëjtin kriter të miratuar unanimisht nga ana atyre, pra në përpjekjen e parë, si detyrues apo përjashtues për gjithë kandidatët për pozicionin administrator i USH-s, siç është të mos jeti dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi, në 2 procedura të konkursit publik të njëpasnjëshme mbani qëndrime të ndryshme, duke të cënuar në këtë mënyrë lishmërinë e procesit, objektivitetin në vendimmarrje, si dhe parimin e trajtimit të barabartë dhe mos diskriminimit. Dhe unë kam krahasuar aty të 2 rastet kur njëri u përjashtu nga gara, nuk është pall fitues, edhe pse kryesonte me pikë, ndërsa tjetri me të njëjtat kritere, e njëjta shkelje, ai u votu, siç ju e dini, me rezultatin 6-1 nga anëtarët e bordit. Natyrisht vota e cila ishte kundër dhe dëshiroj publikisht ta falenderoj ka qenë kryetari të bordit të administrimit, sepse edhe qëndrimet e tija kanë qenë publike në raport me lishmërinë zotit Adrian Leka. Së dyti, jam drejtuar bordit me pyetjen tjetër duke thënë se trajtimi i ndryshëm i kandidatëve në një procedurë rekrutimi në të njëjtën situatë, për të njëjtin shkak, përbën diskriminim të drejtë për drejtë, në të drejtën për punësim dhe legjitimon të drejtën e personit të trajtuar në mënyrë të pafavorshme në raport me tjetrin për të kërkuar dëm shpërblim monetar, duke sjellë humje financiare dhe dëm ekonomik të konsiderueshëm, referuar vlerave të larta që akordon gjykata si kompensim në rastet e konstatimit të diskriminimit. Ka qenë një debat edhe me kriteret që janë vendosur në raport me dosjen dhe intervistat. Ne kemi një rregullore punësimi që është detyruar edhe për bordin e administrimit, i cili përdor koeficientin për të listuar kandidatët fitues në raport me dosjen dhe në raport me intervistën, gjë që nuk ka ndodhur dhe vlerësimi ka qenë tërësisht subjektiv. Për shembull, një anëtare e bordit, e cila në vlerësimin e dosjes i jep njërës për i kandidatëve, zonjës Kozeta Jana, i jep 50 pikë,
Në intervistë, kjo apo ky antar i bordit i jep disa herë më pak, i jep shumë pikë më pak, pra në raport me pikët maksimale që ka marrë të dosja. Në kohë kur s'janë realizuar fare intervistës, s'ka pas asnjë intervistë të strukturuar apo gjysmë të strukturuar që kandidatët, madje janë ankuar, nuk kanë pas mundësi që t'japin edhe vizionin për zhvillimin, pra për zhvillimin e institucionit. Unë më poshtë do nalem edhe të pikë konkrete që ato kanë dhënë, por që kjo ka qenë në shkelje flagrante, si thush, edhe të ligjit edhe të rregullores së punësimit. Edhe pyetja më themelore që e kam edhe për mediat, e kam edhe për kandidatin i cili është votuar si fitues, e kam edhe për bordin, por e kam edhe për institucionet e tjera superiore, ka të bëjë me faktin se nëse ju, pra i kam thënë bordi, shpallni fitues një kandidat që me datë 20 maj 2026 del në pension, dhe është fakti ditur, sepse dosja është aty, dhe nuk mund të mohohet diçka e tillë, pra në moshën 65 vjeç, si do të veprojë bordi i administrimit? Do të rihap konkursin nga e para? Ne sot jemi me 7 prill, sipas procedurave që ka bordi, në momentin që kandidatët marrin njoftimin për vendimin e bordit, ato kanë 5 ditë të bëjnë ankimim administrativ të bordi dhe bordi ka 7 ditë në dispozicion që të shqyrtoj ankesën e secilit prej antarëve nëse ato natyrisht do të bëjnë ankim administrativ. Pa diskutim pastaj që ankimet ligjore kështu me radhë nëpër gjykata është e drejtë atyre dhe pastaj e kanë ato në dorë që të vijojnë ose jo. Dhe gjithë këto pyetje që kanë qenë transparente të rektorit, të kryetarit të senatit, për antarët e bordit kanë marrë 0 përgjigje. Kanë marrë 0 përgjigje, s'ka pas në mënyrë absolute përveç kryetarit bordit asnjë lloj reagimi, asnjë lloj sqarimi të rektorit i cili është titullari i këtij institucioni. Tani si rektor, pse unë jam i shqetësuar? Pra, natyrisht shqetësimi i parë ka të bëjë me ligjin. Sepse siç e thash në krye të herës, një nga ato 5 pika që unë kam përmend në projektin tim ka qenë stabilizimi i lishmërisë apo zbatimi i ligjit. Dhe këte, unë kam fillu në mënyrë të drejtë, në mënyrë të ndershme, ta aplikoj që në konkurset publike për rekrutimin e stafit apo të administratës dhe natyrisht edhe në aspektet të tjera. Ne në 31 të detyrat dhe kompetencat të rektorit përcaktohet shumë qartë që rektori është autoriteti më i lartë akademik për çështje akademike dhe protokollare. Dhe në pikën 7, kjo është shumë e rëndësishme, në gërmën B thotë që rektori drejton dhe koordinon veprimtarinë të gjitha strukturave të USH-s. Pra, drejton dhe koordinon veprimtarinë të gjitha strukturave të USH-s. Siguron unitetin e USH-s dhe është garant i autonomisë universitare brenda USH-s. Pra, në emër të ligjit, unë nuk kam bërë dhe s'po bëj asgjë tjetër, veç se unë do të përforcoj kohezionin e këtij institucioni, do të mbroj lishmërinë dhe do ta bëj këtë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore në përfitim të këtij institucioni. Tani Universiteti i Shkodrës nuk është vend parkimi, as nuk është një institucion ku dikujt do t'i gjejmë vend pune, por punës do t'i gjejmë njerun e duhur. Nuk është pra vend parkimi, siç e thash, as institucionet e tjera nuk mund sjellin absolutisht në mënyrë absolute asnjëri këtu, vetëm me bazën e procedurës, dhe nuk është as bord kullimi. Kështu që në këtë kuptim, unë e kam kundërshtuar dhe në emër edhe të moralitetit thash dhe të integritetit të lartë akademik, një institucion nuk mund të pranojë pra një kandidaturë e cila nga bordi është votuar në mënyrë të paligjshme. Tani element të tjerë për të tregu mungesën e koherencës të antarëve të bordit. Unë kam kërkuar nga antarët e bordit që nga senati votohen për në bord, të jenë shumë përgjegjshëm, sepse ata aty përfaqësojnë interesat e universitetit dhe ato janë votuar nga senati për të ardhur dhe për të zbatuar me rigorozitet ligjin dhe për të mbrojtur interesat e larta të këtij institucioni dhe integritetin akademik të këtij institucioni. Dhe natyrisht 4 përfaqësuesit e ministrisë kanë majtë qëndrimet të tyre. Më vjen shumë keq për inkoherencën e përfaqësuesve të ministrisë, por që vinë nga bota akademike dhe e dinë se çrëndësi ka integriteti
apo etika e institucionit arsimit lartë si që është universiteti, megjithatë, siç thash, përveç se kanë realizuar procesin e votimit dhe prisin çdo moment vetëm të votonin kandidaturën që ato e mendonin si të përshtatshme, nuk kanë dhënë asnjë argument pra pse po shkojnë drejt një vendimi, të tillë. Dhe le të jemi pak më konkret. Dhe gjithmonë kam me antartë e bordit të administrimit të cilët votohen nga Senati, që janë 3. Kryetari i bordit dhe 2 antarë, pra siç është zonja Hoxhai dhe zonja Dionisi ose Kapisysi. Tani, në rankimin me pikë nga antarja e bordit administrimit që vjen nga Senati, zonja Briken Dionisi, listohet e para Kozeta Jana për i saj, ndërkohë që vjen në bord dhe voton kandidatin tjetër, zotin Molla. Pra, liston, edhe pse pikët mbështetur tek, thash edhe herë, tek dosja dhe tek intervista janë subjektive, sepse s'kanë përdorur koeficientin dhe kanë qenë totalisht subjektiv. Pra, një javë përpara apo 2-3 javë përpara, kur kanë bërë listimin, kandidatja tjetër, pra zonja Jana Marku, është listuar e para për i saj, pastaj kur ka ardhur tek votimi, është votuar dikush tjetër. Ndërsa Hoxhai, e cila në dosje është tregu tërësisht, mendoj unë, subjektive, ka dhënë pikë maksimale për të gjithë, ka ardhur pastaj ka bërë një diferencë për 20 pikësh midis kandidatëve, madje për disa për kandidatëve të tjerë, ka dhënë një vlerësim mundësisht sa më të ulët, pikërisht për të avantazhuar në mënyrë subjektive një kandidat të caktuar. Tani, unë do t'i kërkoj Senatit Akademik këtë muaj që të rishikohet pozicioni i këtyre 2 antarëve që janë zgjedhur nga Senati, sepse ata janë bord për të përfaqësuar interesat e Universitetit të Shkodrës. Ata janë bord për të përfaqësuar interesat e studentëve, të pedagogëve dhe të administratës. Dhe duhet jenë shumë koherent në qëndrimet të tyre. Sa i takon përfaqësuesve të ministrisë, ata e pohuan vetë që janë thirrë në Ministrinë e Arsimit, por këtu më lejoni të jem shumë i qartë. Ministra ka qenë shumë korrekte. Ato e deklaruan këtu në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë të sinqertë që ministra ju ka kërkuar atyre të zbatojnë ligjin. Dhe ato erdhën në bord dhe nuk zbatuan ligjin. Të zbatosh ligjin do të thotë që të respektosh kriteret e përgjithshme dhe specifike që kërkon ky dokument. Dhe në kriteret e përgjithshme, në pikën 4, e përsëris edhe herë, nuk pranohen pra individ të cilët kanë qenë të dënuar. Sepse për të njëjtin rastash, unë përmenda edhe më sipër në fazën e parë, pra kur dështoi procesi i rekrutimit. Kështu që më vjen keq që kjo situatë ka shkuar në këtë pikë, siç unë thash, unë do jem jashtëzakonisht këmbgulës, do ta ndaj këtë, edhe pse tashmë dihet këtë preokupacion, sepse ka të bëjë me imazhin e institucionit, ka të bëjë me reputacionin e këtij institucioni. Ne në 19 muaj, që në momentin që unë kam nisë këte, kam marrë detyren dhe po ushtroj funksionin rektorit, ne kemi bërë përpjekje maksimale që të përmirësojmë ose të promovojmë imazhin e institucionit dhe unë nuk besoj që bordi i administrimit është në të njëjtën linjë me Senatin Akademik dhe me frymin e përgjithshme të këtij institucioni. I kërkoj të 2 antarëve të bordit, por dhe përfaqësuesve të ministrisë në bord, totalisht bordit, pra që të japin dorëheqjen. Nuk mund të cënojnë interesat e institucionit me një vendim abuzivist në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me etikën, moralitetin e lartë që ka institucioni dhe integritetin që ka një institucion e arsimit lartë. Natyrisht pastaj i bëj thirrje edhe kandidatit i cili deri në këtë moment është votuar nga bordi, por që ende, ka procedura të cilat do të niqen, që të tregohet dinjitos, siç edhe ja kanë bërë të ditur në të kaluarën, që të tërhiqet nga kjo garë, sepse ky institucion meriton një profil tjetër, pra dhe ky institucion ka nevojë të ngutshme që të vijojë, të përmirësojë imazhin dhe reputacionin e tij. Tani unë jam krejt i hapur për pyetje
por do ju lutem që pyetjet të jenë të përqendruara vetëm për çështjen e administratorit, jo për çështje tjera, sepse pastaj ne do kemi komunikime të tjera së bashku, siç i realizojmë çdo muaj, edhe në mbledhje Senati, por edhe në evente të tjera. Dëshiroj ta mbyll herë duke i bërë thirrje stafit, administratës, studentët që të qëndrojmë. E di që durimi është i hidhur, por që frytin e ka të amël, thonte Rusoj. Kështu që unë jam i vendosur që të jem sa më i duruar të ndjek çdo procedurë administrative dhe ligjore që në fund të këtij procesi ne të japim këtij institucioni një administrator të aftë, pra një administrator të përkushtuar dhe që është në përputhje me kriteret e vendosura nga vetë bordi i administrimit. Faleminderit. Profesor, ju folet në mbyllje të fjalës tuaj ose bët thirrje për ndërheqje të dy palëve. Por cilat janë rrugë tjera ligjore që ju do të ndiqni personalisht? Ka rrugë ligjore që si rektor mund të ndiqni për ta bllokuar marrjen e detyrës nga zoti Molla? Jo, nuk është qëllim vetë bllokimi i marrjes së detyrës. Ne presim me qetësi të ndjekim hapat ligjor administrativ që parashikon edhe kodi i punës, edhe rregulloria e punësimit, edhe gjithë kuadri rregullator i këtij institucioni përfshi dhe statutin. Siç unë thash, bordi i administrimit besoj duhet të njoftoj kandidatët për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nëse ka antar të kandidatë të cilët kanë aplikuar do të mund të bëjnë ankimimin, nëse mendojnë që janë shkel dhe unë besoj që po, sepse unë kam pas kontakte, kam pas email, kam pas telefonata të cilat ato njehen të lënduar, sepse nuk është vlerësu kriteri qofti dosis, qofti intervistës nga ana bordit, por ka pas një subjektivitet dhe një paravendosje, pra e cila është e papranueshme, se siç e thash edhe herë, nuk është vend parkimi, as bord kullimi, është institucion i arsimit lart, me integritet të lartë. Pik. Pastaj është një afat 7 ditor që do mblidhet bordi, ku unë përsëri do jem prezent, sepse bordi nëse ka ankim administrativ nga njëri prej kandidatëve ka detyrimin të t'i dëgjoj edhe të mundësisht të rishqyrtoj vendimin që ka marrë me datën prill, çka është nisur nga këto pyetje që unë kam drejtu, nisur nga lishmëria, nisur nga jehona që ka pas një çështje tjetër, reagimi qytetar. Se tani ne jetojmë në këtë realitet. Ne jemi shumë të lidhur si institucion me komunitetin, me Shkodrën. Shkodra shumë e lidhur me këtë institucion po ashtu, dhe ne kemi pa gjatë këtyre ditëve reagimin e qytetarëve, të individëve të ndryshëm, të personaliteteve kështu me radhë, dhe ka qenë një vendim të jetë i gabuar i bordit, dhe unë i bëj thirrje që ta rishikojnë këtë vendim, t'i marrin parasysh këto hapësira të ankimimit dhe pa diskutim për këtë damkosje që ato i kanë bërë me këtë vendim këtij institucion, unë absolutisht kërkoj dorëheqjen atyre, do ta diskutoj me Senatin, nuk jam unë që vendos, unë jam një vot, por Senati ka detyrimin të kërkojë llogari antarëve të Senatit të cilët kanë shkuar në bord për të përfaqësuar interesat financiare, ekonomike të këtij institucioni, por siç e thash edhe herë, nuk është kaq i thjeshtë që administron roje, apo klasa, apo llaç, apo tull, apo thash ka të bëjë me fonde kërkimore, ka të bëjë me vizion, si administron financat, ekonomia e këtij institucioni, dhe pa diskutim edhe projekte evropiane, sepse jetojmë në një kohë krejt tjetër, raportet me Thesarin, raportet me institucionet e tjera, raportet me KLSH-n e kështu me radhë. Dhe për të thënë, për ta përforcuar diçka në vijim të pyetjes suaj, unë kam ngritur dhe kam edhe për ju pyetjen, dhe s'kam unë asnjë gjë personale, në mënyrë absolute. Si do veprohet me këtë kandidat, po marrim teorikisht sikur ai nesër nga bordi kanë përfunduar të gjitha hapat dhe ai do emërohet nga kryetari i bordit në pozicionin e administratorit. Tani, në një hapësirë kohore për një muaj, unë do jem shumë fair edhe me ato kolegë të tjerë, qoftë në linjën akademike apo administrative që kanë dalë në pension. Unë do t'i dërgoj letrën e daljes në pension, sepse atëherë a mund të fillohet puna sot dhe ju merr një uftimi nga institucioni ku jeni punësuar që të dilni në pension me 20 maj, se këtu do jem shumë fair, se është raporti KLSH-s shumë i qartë. Dhe unë nëse kam bërë diçka këto 19 muaj ka qenë jo kompromis me asnjë individ kur i ka ardhur koha daljes pension. Rektori ka tagrin për të shtyr pensionin një vit, një pedagogët i cili është me titull profesor, jo kategoria profesor. Edhe kam qenë shumë rigoros në këto 19 muaj dhe do jem shumë fair edhe në lidhje me një çështje të tillë. Prandaj i bëj thirrje që
kontriboj diku tjetër, akord, ka vlerat e veta, natyrisht mund të ketë shprehi të tjera, po them pune, apo diku tjetër, por mendoj që kandidatura nuk është e përshtatshme, nisur nga natyra apo profili që ka një institucion e arsimit lartë, siç është Universiteti i Shkodrës Luigi Gurakuqi, por gjitha institucionet publike të arsimit të lartë. Profesor thatë nuk është as bord kullimi as vend parkimi universiteti. Nuk kuptoni që ka patur ndërhyrje politike në sjelljen e zotit Molla? Jo, nuk e nënkuptoj këtë, edhe nuk kam pasur për hir zbëtec, nuk e kam konstatuar diçka të tillë. Këtë e pohuan vetë antarët e bordit që ishin thirrë nga ministrja, madje u thashin nëse jeni thirrë nga ministrja, pse nuk morët një kontakt paraprak me mua që gjatë takimit me ministren t'i shtronit ministres disa preokupacione që ministra e din dhe po merret shumë me problematikat e universitetit ton, siç është granti mësimdhënies, çështja e buxhetit, godinat që ne kemi nevojë, pse jo ideja kampusit që unë i kam bërë publike dhe kush më tepër se sa antarët e bordit, që janë përfaqësues ministrisë, kanë të njëjtat preokupacione me mua. Pra ato e pohuan vetë dhe kështu që në këtë kuptim unë personalisht nuk kam pas as nevojë kontaktit dhe vetmja gjapra që unë thash dhe vetmja rezervë që kisha ishte që ato duhet ishin koordinuar me mua që të paktën në këtë takim të mund t'i paraqitnin ministres preokupacionet e këtij universiteti që unë i kam dhënë me ju se ka 1 vit e gjys apo më tepër që unë i kam përmend vazhdimisht nevojat urgjente që ne kemi për rekonstruksion për këtë godinë të rektoratit që daton që nga 94-shi apo godinat e tjera që datojnë në 57-ën. Profesor, kriteret e ligjshmëri për këto fundime ai ka miratuar Senati përpara se shkojnë në bord. Kriteret nuk më. Senati unblock po. Kriteret dhe dokumentacion ka përjashtuar kandidatin. Edhe një herë pra. Patjetër. Kur kriteret unblock, kriteret formale i shqyrton Senati, por për shembull mund të shikoj kriteret të cilat kanë bajnë me sepse siç e përmenda nuk ka pas koeficient për të shqyrtuar kriteret. Edhe herën e kaluar Senati i ka kaluar në blok këto sepse nga pikpamja formale ato i përmushnin. Mirë po, pas kësaj media, raportimet të tjera kanë siç ndodhi me rastin e kandidatit më vjen nes që e përmend, por është një kandidat shumë i nderuar dhe ka dalë me dosje shumë mirë zoti Gusha, që do ishte në fakt një administrator krejt i mirë, pasi a shpall fitues me pikë, si rezultati i verifikimit të dokumentacionit, apo si rezultat edhe i daljes qoftë edhe nga media, sepse ju prandaj jeni, për interesin më të lartë publik, bordi e mori në shqyrtim emrin e tij dhe pikërisht për këtë kriter e përjashtoi atë nga fitues, sepse edhe ai ishte shpall fitues. Njëjtën gjë unë i kam kërkuar bordit. Pra, Senati kalon emrat on block, sepse kaq ka të drejtë Senati, ndërsa kriteret dhe dokumentacionin i shpall bordi dhe ja çon agjencisë publike, agjencisë së prokurimit publik. Mund të jetë objekt një vendim i 89-s për cilin Shqipëria i ka hedhur poshtë gjitha dëmit, qofshin ato politike dhe penale. Nuk e di. Po, mund krahasohet nuk e di. Kushta që ka një dënim në vitin 2015, nëse nuk gabon, nëse 2018 diçka e tillë. Pa, unë di që këto kritere nuk përcaktojnë kohën. Tani çështjet e tjera i takojnë organeve kompetente të drejtësisë. Unë jam rektori. Pra, këto kritere që vetë bordi i ka miratu, nuk përcaktojnë kohën. Madje unë në Senat, këtë që thoni ju, unë kam qenë në të njëjtën linjë në Senat, si kryetar Senati, dhe kam thënë, nëse dënimi ka të bëjë me periudhën para viteve 90, është politika apo diçka tjetër, le të verifikohet. Dhe pas verifikimit, dhe këtu ka qenë shumë i qartë dhe kryetari i bordit, ka dalë që situata e kandidatit i votuar me shumicë nga bordi është e njëjta me situatën e kandidatit i cili është rrëzuar disa muaj përpara. Kanë kaluar 20 vite. Tani kjo është përgjigja jeme, tani ne nuk mund ta bëjmë. Kjo është përgjigja që unë po jap për këtë rast dhe unë edhe herë. Në pyetje edhe herë. Në pyetjen nëse pra për ligjshmërinë pra dhe unë tek mos hym në emra konkret. Ju lutem, se jam treguar shumë etik. Edhe tek letra që i kam dërguar bordit kam thënë, ju sjell në vëmendje rastin e kandidatit A, i cili u skualifiku nga ana juaj edhe pse i renditur i pari me pikë pasi rezultoi se kishte qenë me pari dënuar për veprën penale e tjerë. Aktualisht e njëjta situatë rezulton edhe për kandidatin B. Kështu që kjo është përgjigja ime, palë janë të lirë të ankimojnë siç kanë ndodhur në rastin më parë,
Edhe bordi përsëri nuk e ka marrë parasysh. Dakor. Dhe tu nuk përcaktohet koha. Çështjet e tjera nuk më përkasin mua. Se s'keni marrë pjesë në procedurën e parë në bordit, kur sërish kemi pas në me një person që vëja thoni të dënuar. Në shtagër jemi, sepse unë mora vesh që bordi do kishte një qëllim korrekt dhe bani shumë mirë që skualifikoj. Dhe kur bordi pat një kohezion, pat një mirë kuptim që ne nuk do ta marrim parasysh, atë s'kishte arsye. Pastaj unë sa më detyruar, unë në mbështetjen e 28.12, rektori merr pjesë me kërkesën e tij ose kur e fton bordi. Nuk jam i detyruar, do thënë unë marr pjesë kur e konsideroj një çështje në një interes të lartë publik por sidomos për universitetin që unë e drejtoj dhe mi bazën e ligjit 80/2015 unë jam titullar i institucionit dhe kam përgjegjësi për këtë institucion. Jo vetëm ligjore, por siç e thash edhe akademike, edhe morale, etike, administrative, financiare kështu me radhë, se kjo është autonomia e universitetit. Dhe prandaj ligji ka parashikuar që rektori është përgjegjës për unitetin dhe për garantimin e koordinimit të gjitha strukturave. Shiko, administrata dhe bordi i administrimit janë në funksion të linjës akademike, sepse një universitet prodhon diploma cilësore, apo jo. Kështu që të gjitha ato janë në funksion, tu s'ka pavarësi, pra ku është pavarësia këtu? Kur njëri kandidat konsiderohet ndryshe, ndërsa tjetri pra trajtohen në mënyrë, pra të njëjtit kandidat me njëjtat kritere, me të njëjtin dokumentacion, ato trajtohen në mënyrë të diskriminuar. Unë e kam bërë ditur shumë të qartë aty, edhe atë ditë bordit, por ajo që po du me thanu në dhe herë, edhe besoj të jemi të qartë është që unë kam qenë shumë i vendosur dhe jam shumë i vendosur pra që unë të kundërshtoj një kandidat të tillë. Kjo është shumë e qartë. Dakor? Kështu që çdo lloj aludimi tjetër, çdo lloj interpretimi apo ku diun çfarë s'keni parë në këtë periudhë sikur unë gjoja, sepse u tha që unë kam gjerë dhe mediat, që është një absurditet. Pra, kur vendimi, ju dini se ke qenë prezent. Bile ju keni qëndru në katin e dytë, edhe unë i kam kërku kryetarit bordit, i kam thënë, sa ko keni marrë një vendim që publiku dhe mediat të jenë, mos jenë pranishëm, të jenë jashtë godine, jo në katin e dytë, ku administrata ime intimidohej, sepse ti kur shikon koridor njerëz të panjohur, natyrisht nuk është krejt normale. Unë i kam kërku të largoshin dhe ato pastaj me herë janë largu. A ju pasjellit një rama ju si rektor, si shta kryetari Leka? Unë nuk e kam dëgju kryetarin Leka. Rektor, ne po diskutojmë me administratorin, se unë për rektor kam marrë dhe kam fitu garen. Apo jo, e dini shumë mirë. Dhe nëse zgabom, jo, në mënyrë absolute. Unë po shkoj drejt mesit mandatit dhe natyrisht siç ju e dini me bazën e ligjit, mandati është 4 vjeçar me drejt rizgjedhje. Shohim se çfarë do sjell rishikimi i ligjit. Unë nuk kam asnjë punë me politikën, jam i distancuar dhe këto veprime që unë po bëj janë në përfitim të institucionit. E kam treguar këtë edhe vitin e kaluar dhe ju e dini shumë mirë. S'kam unë fare punë me politikën, natyrisht unë bashkëpunoj me gjithë faktorët politik, të cilët përkthehen në ekzekutiv në nivel lokal ose nivel qendror, në mënyrë që të jenë sa më afër Universitetit Shkodrës, qoftë për aspekte që lidhen me buxhetin, me rikonstruksion apo me elemente të tjerë që në fund të ditës përmirësojnë cilësinë e këtij institucioni, qoftë nga pikpamja akademike ose pikpamja financiare apo infrastrukturore.